Okej, Kristi, jam sërish me ty. Më falë që të lash të prisje gjatë. Të duk gjatë apo shkurt? Lexova këtë letrën disa herë, ishte çmallje. Sa herë lexova? Faleminderit që më. Sa herë e ke lexuar deri tani? 1, 2, 3 kam, shumë nisë. Dëgjoj. Ajo letra thot gjëra. Shumë. Tani, nëse ti do ta lexosh atë letrën si duhet, lexoje. Nëse do ta lexosh atë letrën siç do, nga llakatundi je, kështu që çfarë them unë. Ka një gjë vetëm. Kristi, asgjë nuk prishet. Ama do më vinte keq që të paktën në natën që e tundi Selina, ti të ike në shtëpi. Kam të tundi të gjithë ka du me mua, po. Ore, e tunda dhe unë, po nuk më pe. Ka vetëm diçka. Kërkoj ndje si herë, nuk kam bërë asnjë gjë për të marrë vëmendjen. Unë e kam vëmendjen vetë, e di këtë, e marr në forma të ndryshme, nuk ka pse të jenë këto. Ti për atë punë hidhesh dhe nga muri, po nuk ka lidhje kjo. Më besoj që jam shkrirë dhe jam bërë njësh me këtë eksperiencë. E kam dashur, e dua dhe ta dua gjithmonë, patjetër. Sa për pjesën që cekëm çfarë kanë kush fiton pala tjetër. Nuk janë një palë tjetër për mua. Nuk ka çfarë të fitohet këtu. Këtu ka për të fituar vetëm ai çmimi që përmendet këtu. Dhe dy janë arsyet. Do përmend të parën familjen. Më kanë mbështetur gjithmonë në çdo haptimi, kanë qenë me mua. Faleminderit. Po jo për nga rëndësia familjen. Ajo që është më e rëndësishme dhe që ne si artist na bën të jemi këtu ku jemi sot, edhe më lartë, është vetëm publiku. Dua t'i jap atë që duan të shikojnë nga mua. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë, Krist. Kjo është hera e fundit që unë diskutoj këtë gjë në shtëpinë e Big Brotherit, për sa kohë do të jem këtu. Lër publikun të vendos për ty, kaq doja që nga fillimi, të ftoj që të kthehesh në shtëpi. Faleminderit. Okej, ndërkohë që Kristi kthehet në shtëpi, ju do të më mbyllni pak lidhjen me shtëpinë, sepse kam diçka për të sqaruar me publikun. Gjatë kohës që ishim në publicitet, në fakt kemi marrë një telefonat nga familjarët e Florit. Nuk ka diçka serioze, pra për jeta vdekje larg qoftë, mirë po është një telefonat të cilën do duhet ja referojnë Florit, ndodh edhe të jemi në transmetim live, shëndetit nuk i dihet asnjëherë, kështu që dua ta marr atë në dhomën e rrëfimit tani. Më çoni në shtëpi. Atëre